Unë e di që ma ke marrë ti krari. Jam për të rikojnë më shumë të shduk. Po të qa po bëjmë? Këtu është dikush tjetër ai zëtë se lojë, se kjo është lojë shëmtuar, është e parë. Unë u futa në dhonë. Bravo. Edhe i mora i rregullova me vrap që mos i shikonit juve dhe mos fillon dhe ndonjëri të thoshte kush i ka prishur. Prandaj rregullova. Ata më thonë mua, po mua pse s'ma kishe rregulluar mirë? Të betohem se cara. Këtu të ta rregulloj mirën ty. Unë ty shqyr nuk të lash të binje në një muhabet banal, që ti prapre, edhe pse unë e rregullova ti prapa ty vajte. Tu në një moment je inteligjent dhe shumë e shkathe dhe lojtare e mirë, në një moment i rrite gatimi, ndërsa unë disa s'duroj dot. Mendon se është momenti të ta tregoj prallën me derin e vogël jashil. Të ta them tani dhe mos e harrosh. Mua vetëm më bezdis niveli diskutimit, të bësh debat, ti mund të bësh debat si njëri i formuar, një artist që ke gjitho vite në sken, dhe që jetë dy fishe moshës time. Kur ti nuk e bën, mua më njët e drejta, Stine, për shembull. Kur ti nuk e bën, mua më njët e drejta ta ndjej veten time shumë lartë, që nuk kam ra akoma në nivelin e diskutimeve që ti bën. Kupton? Të sulësh ti mali, se me qenë mali, qa është mali? Qa është mali? Edhe bënd sa vepi, si kaf shpyllit të beton. Kur Stina? Stina më, edhe hidhet, unë rri, edhe në njërë kur nuk komentoj, nuk është se komentoj se nuk dua, por rri dhe them me vete, o zosh që që jam si jam. Unë po i respektoj gjithë në aqë sa mundëm. Jo, po të beton, me kam bërë unë me respektu, ose kam bërë unë atë drejkën që e bëj për gjithë aty, nuk e bëj unë se s'kam qa bëj. Është shumë e bukur kur ne mblidhemi në një pit të ditës, pavarësisht çdo gjëja, mblidhemi gjithë bashkë ta valin. Është shumë e bukur. Dhe ti kur nuk e respekton mundin tim, se unë bëra atë 4 orë buk dhe nuk ngra për vete. Dhe ti kur nuk e respekton mundin tim, pse ulesh ta valin? Okej, ulesh se e kemi lënë që edhe nëse s'han do rrim bashkë. Po pse han nga goja kur s'po han buk? Pse han se bësh i bezdisshëm? Nëse, më tregon. Shëndeti. Jam të këshia shumë. Të kam thënë që në momentin që do humbasësh vetbesimin, më thuaj të ta them, po ta them që tani fiksoje që në qoftë se ndodhë dhe s'ke kohë të ta them, qetësisht kujtoje. Na ishte një herë, në një vend shumë të largët, një der i vogël jeshil. Ai ishte i mërzitur.